me pas ndihmë sociale, këta me ullë në 2%, kurse zoti Kurti, misionin e tij në politik, e ka mi bu 80% social. Se kur i bët 80% social, ky i kontrollon popullin. Sa atëre i bën dvorën kur i lëshon Albin Kurti apo një kryeministër tjetër kur i lëshon 100 euro. Nëse i pyet qytetarët, çka ke ble me 100 euro para 6 vite? Shka mundesh me ble sot me 100 euro? Unë po them se që kjo 100 euro para 6 vite kur e ka marrë zoti Kurti mandatin, i ka pas vlerë shumë ma shumë se tani. Tani ka vlerë dikun sa ka vlerë sa dikun sa 30 euro para 6 vite, nuk ka vlerë ma shumë. Se cila familje që shkon me ble gjërat elementare, do të thotë edhin këtë çështje. Unë flasë se qytetar aktiv, gjërë, kom qenë qytetar aktiv, edhe kur kemi qenë organizime studentore, kur ka qenë edhe zoti Kurti njëri prej atyne, në lëvizje studentore, por nëse flasim rrugtimin nga aty, po flas nga 97, nga 97, ku kanë qenë lëvizje studentore, e deri tani, zoti Kurti ka deviju nga rruga e normalitetit, nuk u ballafaqu me 90% që unë ballafaqu qytetari Kosovës. Ai ka ik nga situata. Nuk ka qenë ai njeriu që mi ka nejtë në boll probleme të Kosovës. A sot nuk e din